Shitet shtëpi private e madhe dykatëshe me obor të gjelbëruar, e pozicionuar në një zonë të qetë të preferuar të qytetit të Elbasanit. Prona shtrihet në një sipërfaqe totale trualli prej 800 metra shkatror, me një obor të madh dhe hapësira të bollshme për gjelbërim, pushim apo organizim familjar. Shtëpia është objekt ndërtim dykatësh, me sipërfaqe totale ndërtimi 240 metra katror nga 120 metra katror për çdo kat, si dhe disponon një magazin në pjesën e pasme të pronës. Objekti është ndërtim i ri, përbëhet nga 5 dhoma gjumi, 2 tualete, ambient ndenje dhe kushinë, ndërsa katet lidhen me shkallë të brendshme, duke ofruar funksionalitet dhe hapësira komode. Ndodhet në Elbasan, pranë parkut të Mallrave, poshtë urës së Bakallit, në një zonë të rrethuar nga vila private me pozicion shumë të mirë dhe pamje nga krasta. Shitet 200 milion lek.